personi që me sa duket tani po kalon pas meje, zgjodhi të kandidoj persona me rekorde kriminale. Ky keq informim Dasha Keqës. Shko aty se aty kemi punë, jo këtu. Kemi një marrëveshje bazuar në paketën McAllister Plus. Për sa më përket mua, më lejoni që të jem 100% dakord me kryetarin e opozitës. Pesë ditë më herët, Lulzim Basha protestonte në bulevard, e thoshte se nuk do e pranonte atë që e quante Republikë të Drogës. Kërkonte dialog pa lëshime. Ne shqiptarët e bashkuar nuk e pranojmë, nuk e njohim e nuk do të njohim më Republikën e vjetër të krimit dhe drogës. Ti thrasin mendjes e ti hapin rrugë përmes dialogut. Zgjedhje të lira, qeveri teknike, Republikën e, Republikën e, Republikën e. Po çfarë ndodhi javën politike që lan pas, ku mosmarrëveshjet u zhdukën krejt papritur për t'i lënë vendin një periudhë mjalti mes Ramës e Bashës, që do të vazhdojë edhe në legjislaturën tjetër? Pritshmëri të forta kishte vizita e zëvendësndimës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Bryani, që do tentonte një përpjekje të fundit për marrëveshje mes Ramës e Bashës. Zyrtari amerikan briti në Tiranë të hënën e javës politike që lan pas. Bisedoi për 80 minuta me Ramën, mbi 1 orë me Metën e 90 minuta me Lulzim Bashën. Në një drek pune me gazetar, tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin propozimin McAllister e se koha nuk pret, ndërsa bojkoti i zgjedhjeve, përveç se do e dëmtonte vetë opozitën, do dëshmonte një demokraci më të dobët për vendin. Çka ju paraqit palëve ishte një variant i integruar i paketës McAllister. Në 20 pikat e saj, vije i re se opozita mund të propozonte një zëvendës kryeministër të përkohshëm e 4 ministra, të gjithë teknik, për të parandaluar përdorimin e administratës publike në zgjedhje. Opozita do propozonte edhe kryetarin e KQZ-s. Pjesa tjetër ishin një sër ndryshimesh ligjore që do garantonin standardin në zgjedhje dhe zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, të gjitha me një monitorim të fortë ndërkombëtar. Pika e fundit e paketës McAllister Plus ishte kthimi i opozitës në parlament për formimin e komisioneve të vetingut. Ndërsa pika e shumë diskutuar e shtyrjes së datës së zgjedhjeve kishte mbetur e fiksuar në 16 korrik, siç ishte paraqitur nga McAllister e Fleckenstein më 25 prill. 24 orë kohë ju la Lulzim Bashës për të dhënë një qëndrim, e më pas pritej edhe një përgjigje nga kryeministri. Lëvizjet e ambasadorit amerikan, sa tek Basha e tek Rama, lëvizjet e Bashës tek Berisha, por edhe aleatëve në Selim Blu, përcollën optimizëm në opinionin publik. Por, nuk kishte ndodhur ashtu. Palët kishin ngecur tek data e zgjedhjeve. Në draftin që u dorëzua në kryeministri në mesditë, Basha dhe aleatët e tij pranonin votimin e vetingut në parlament, një kusht i panegociueshëm i vendosur nga kryeministri Rama. Në këtë paket propozimesh, opozita hiqte dorë nga votimi elektronik, por kërkonte identifikim biometrik të zgjedhësve dhe numërim elektronik. Bazuar mbi kohën e nevojshme për implementimin e tyre, opozita shite periudhën shtator-tetor si kohën më të mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve. Basha kishte hequr dorë edhe nga largimi i Ramës, duke e pranuar si kryeministër në një qeveri me disa ministra të propozuara prej saj, përfshi zëvendës kryeministrin. Por në përgjigjen që kryeministri Rama ktheu rreth orës 19 të mbrëmjes, refuzoi shtyrjen e datës së zgjedhjeve si një tejkalimi i afateve kushtetuese dhe së dyti i ofronte opozitës vetëm 2 ministri të reja teknike për administrimin e zgjedhjeve. Kryeministri vionte turin elektoral e fliste për mos tërheqje nga 18 qershori, por një komunikim me Bashën e pati publik. Kryetari i Partisë Demokratike i shkruante zyrtarisht se kishte pranuar pa kushte propozimin e integruar të paraqitur si zgjidhje nga zyrtari i lartë amerikan dhe e ftonte Ramën të bënte të njëjtën gjë. Kryeministri ju përgjigj në Twitter duke e ftuar të fokusohej tek oferta që kishte në tryezë. Referenca ishte për ofertën e vet Ramës, shumë më e vogël se ajo e ndërkombëtarëve.
Po si u arrit vallë një marrëveshje pas këtyre pozicioneve krejt të kundërta? Kthesa në zhvillime erdhi të mërkurën kur dy aleat të Lulzim Bashës, Fatmir Mediu e Agron Duka, nxitën një takim të kryetarëve të partive parlamentare në orën 20 te kryesia e kuvendit. Duke konsideruar faktin që Shtetet e Bashkuara kanë ofruar propozimet dhe mbështetjen e tyre për zgjidhjen e kësaj krize, ju ftojmë në mënyrë të përbashkët të arrijmë një marrëveshje për të garantuar një proces zgjedhor të lirë e të ndershëm, thuhej në ftesën e të dyve. Ky formulim praktikisht evidentonte ndarjen mes partive parlamentare që mbështesnin propozimin ndërkombëtar dhe kryeministrit, që i vetëm kishte paraqitur një tjetër ofertë, shumë më të vogël. Shpresa që Rama t'u bashkohej në takim dukej e vakët, teksa nga Elbasani pak orë para tryezës thoshte se nuk kishte ç'të negocionte me Lulzim Bashën. Po se ja, dikush midis nesh është çmendur. Dhe tani erdhën mend. Po tani që erdhën mend, ne duhet tani të kthehemi nga e para. Ndërkohë që ju siguroj që nuk i kanë ardhur mend. Se po të kishin ardhur, hajde ta bënim zemrën gur. A ndryshoi vallmendje dhe strategji kryeministri kur mësoi se të gjitha partitë do të ishin të pranishme, e sa ai do të mbetej i vetëm e jashtë asaj tryeze që mund të prodhonte një vendim pa të e kundër tij. Me të mbaruar takimin në Elbasan, ju drejtua Tiranës me synim kryesinë e kuvendit. Në hyrje gjeti Bashën që po komunikonte me gazetarët. Pasi e dëgjoi disa momente, bëri një gjë spontan krejt tipik për të, i mësuar të rrëmbej vëmendje publike, duke e prekur në sup rivalin për t'i bërë të ditur se kishte mbërritur. Ky keq informim dashakeqës. Erdhëm. Shko aty se aty kemi punë, jo këtu. Ajo tryezë zgjati 2 orë, por nuk kishte qenë objektivi Edi Ramës. Aty i kishte të gjithë përballë. Përpasoj, rrugdalja ishte largimi prej saj, edhe e bëri, duke i kërkuar Lulzim Bashës takim kok më kok. Kryetarët e partive parlamentare nuk ishin optimist nga tryeza, për vëmendja e të gjithëve tani mbetej tek një sallë tjetër ku ishte spostuar Rama e Basha për të komunikuar kok më kok. Pas 3 orësh, në 1:14 të mëngjesit të 18 maj 2017, të dy dolën së bashku. Ishin marrë vesh. Një karakter protagonist si Rama, ja la Bashës dritat e skenës, e vet thjesht e mbështeti. Për sa më përket mua, më lejoni që të jem 100% dakord me kryetarin e opozitës. Kjo tokje miqësore, që zëvendësoi shtrëngimin formal të duarve, çliruan ovacionet e atyre që po i prisnin. Të dy ishin marrë vesh, pa praninë e askujt, përpasoi të parët, aktorët e brendshëm politik dukeshin të tepërt. Thjesht mund të përfytyrohet se si është ndjeri zoti i Godinës ku arrit marrëveshja, Ilir Meta, i papërfshirë në këtë proces. Por Rama e Basha tani mund të vazhdonin vetëm. Disa orë më vonë, të njëjtën ditë, qëndruan mbi 5 orë bashkë kok më kok në pallatin e koncerteve për të detajuar marrëveshjen që e kishin arritur orët e para të atij mëngjesi. Pak metra larg tyre, në zyrën e ish-kryeministrit Berisha, mbërriti Ilir Meta. Bashkë kanë kapërcyer momente as pak të lehta, të cilat kanë krijuar atë që Meta e quan dobësi për doktorin. Në dalje, përcolli mërin që e kishte marrë vesh nga mediat marrëveshjen, e uroi që ajo të zbardhej e plot. Jam shumë i lumtur që ka patur një marrëveshje sipas medias midis zotit Rama dhe zotit Basha. Le të shpresojmë që çdo gjë të bëhet publike dhe kjo të interesojë standardit zgjedhjeve, demokracisë dhe qytetarëve shqiptar. Unë nuk kam qenë ndërmjetësuesi i kësaj marrëveshje, por ju e dini që kam qenë imponuesi i saj bashkë me LSI-n, bashkë me PD-n dhe me gjithë partitë e tjera, si nga e majta dhe si nga opozita. Përkundër këtyre lëvizjeve, Rama dhe Basha e vijuan koordinimin deri në detaje mes tyre. E shpërndan me një sinkronizim orar marrëveshjen e arritur. Edi Rama ja kishte dalë të mos lëshonte më shumë se 1 javë nga data e zgjedhjeve. E Lulzim Basha kishte hequr dorë edhe nga identifikimi biometrik e numrimi elektronik i votave. Më 25 qershor do të mbahen edhe zgjedhjet e pjesshme në Kavaj,
ndërsa opozita ka kohë deri më datën 26 maj që të regjistrohet në KQZ. Përsa i përket ndryshimeve në qeveri, ato prekin edhe dikasteret e LSI-s. PD si njeh të drejta të propozojë 6 ministra teknik. Kështu largohet ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, ministri i Arsimit Lindita Nikolla, ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ministri e Mirëqenies Sociale Olta Xhaçka, ministri i Financave Arben Ahmetaj dhe ministri i Drejtësisë Petrit Vasili, i cili është njëkohësisht dhe kryetari i LSI-s. Gjithashtu do të largohet zëvendës kryeministri Niko Peleshi, që do të zëvendësohet me një propozim teknik nga Partia Demokratike. Kjo e fundit do të marrë edhe disa drejtori, 2 prej të cilave drejtohen nga PS, si OSHE dhe Luizni, dhe 3 të tjera që drejtohen nga LSI, si Hipotekat, Burgjet dhe AZBR-n, Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Nga ana tjetër, opozita do të kthehet në kuvend dhe do të votojë në seancë të jashtëzakonshme, organet e vetingut dhe një sër ndryshimesh në legjislacion që do të garantojnë zgjedhjet e lira e të ndershme. Dekriminalizimi dhe shmangja e përdorimit të administratës publike në zgjedhje janë 2 momentet e tjera të fiksuara në marrëveshje, ndërsa opozita merr edhe kreun e KQZ-s dhe avokatin e popullit. Çka bie në sy është se nëntorët kokë më kokë kanë shërbyer për të bërë plana afatgjata mes tyre që shkojnë përtej 25 qershorit. Bashkëpunimi mes Ramës e Bashës do të vijojë edhe gjatë legjislaturës së ardhshme, me reformën zgjedhore ato kushtetuese, e madje me institucionalizimin e dialogut mes tyre, që do të zëvendësojë me sa duket koordinativin e famshëm që Rama kishte me Metën. Lulzim Basha ja doli të dalë nga këndi ku e kishin vendosur e shënjestruar të gjithë. Marrëveshjen e ndau si fitore me çadrën e protestës, të cilin vendosi ta mbyllte pas plot 90 ditësh rezistencë. Leta di çdo shqiptar se koha e frikës ka marrë fund, se koha e shtypjes ka marrë fund, se koha e padrejtisë ka marrë fund, se koha e susarve që ju vjetni dhe ju plini votën ka marrë fund. Se koha e maskarejve po merr fund, tani është vetëm koha e shqiptarve. Një lloj si vizita e Metës tek Berisha, mbetet mister për shëndetja e vonuar e Sali Berishës për arritjen e marrëveshjes. E postoi në Facebook gati 2 orë pas publikimit të saj. U njohu meritën Ramës e Bashës, pa e përmendur asnjërin nominalisht. E shkruante se me këtë marrëveshje historike kishte fituar vendi. Paralelisht me këtë postim, pak metra larg çadrës, Edi Rama thoshte praktikisht të njëjtën gjë në një miting elektoral, se nga marrëveshja kishte fituar Shqipëria. Në 25 qershor do fitoj Partia Socialiste, po sot ka fituar e gjithë Shqipëria. Çadra u hoq, por Lulzim Basha nuk i harroi aleatët që i qëndruan në krah në këto 3 muaj. E kishte një zgjedhje për ta. I takoi të premten paradite me propozimin që krerët e partive parlamentare të kenë pozicione të sigurta në listat e Partisë Demokratike, ndërsa të gjithë do t'i bashkohen logos së demokratëve më 25 qershor. Një zgjidhje interesante që aleatët nuk e refuzuan, por nga kampi tjetër, partitë e vogla të mazhorancës kishin mbetur me mëdyshjet e tyre të gjendura para faktit të kryer. E para LSI, që tashmë duket se nuk është më aleatja strategjike e Ramës, por as mbështetësia në hije e Bashës në kauzën e tij 3 mujore. Një thumë për Lulzim Bashën e lëshoi kreu i LSI-s Petrit Vasili. Shpresoj që në këto 7 ditë të çmuara të shtyrjes së zgjedhjeve, opozita do të realizojë objektivat e saj për standarde të larta në zgjedhje, luftën kundër drogës dhe dekriminalizimin. E premtja ishte dita kur LSI e ndjeu të sqarohej publikisht disa herë. E nisi Monika Kryemadhi në Facebook, e pasaj 2 dalje të njëpasnjëshme, e kryetarit të ri Petrit Vasili dhe e paraardhësit të tij Ilir Meta. Mesazhi që duhej përcjell ishte se falkëmbguljes së LSI-s, vendi nuk shkoi në zgjedhje pa opozitën. Por mëria se po përsëritej marrëveshja e 21 prillit të 2008-s mes Berishës dhe Ramës kundër LSI-s ishte e lexueshme. Por këtë herë, Ilir Meta duket se do të marrë masat e veta e madje premton edhe surpriza.
se çfarë synon njëri, se çfarë synon tjetri, këto janë kalkulime të ngushta partijake. Nuk ka ngjashmëri me 2008-ën sepse jemi në realitete të ndryshme. Tani të gjithë duhet të jenë të qetë, sepse tani ka garë, tani ka demokraci dhe padyshim jam i bindur që do të ketë edhe surpriza. Të jetë vallë surpriza, numri i deputetëve që Rama do të marrë më 25 qershor, pyetja që ngre Ilir Meta me ironi, është nëse Edi Rama do t'i marrë dot vetë 71 votat që i garantojnë qëndrimin në karriken e kryeministrit. Më pëlqen shumë, se gara është e bukur. Vërtet? Gara është demokraci. Dhe demokracia sjell surpriza. E zëm për një moment që Rama nuk e kap do 71-shin, sa ja të tha sot, ne do mundojmë të kapim 71-shin, do fillojmë nga 71-shin. Si ishte kjo? Ishte shaka. Javën politike që lam pas, Edi Rama e Lulzim Basha jo vetëm që u morën vesh, por edhe institucionalizuan dialogun mes tyre edhe për të ardhmen. Rivalin politik, tani Rama e ka mik të ri. Apo që ata, si thot miku imi orët fundit Lulzimi, apo që ata kanë rrëzuar gjysmën e qeverisë, tani për 30 ditë do rrëzoj dhe gjysmën tjetër. Futja opozitës në zgjedhje është padyshim një lajm i shumë pritur, por e sigurt është se me marrëveshjen e 18 majit, hapësirat për partitë e vogla janë ngushtuar, e fati i tyre tashmë mbetet në duart e dy partive të mëdha. A do e bëj kjo demokracinë tonë funksionale, apo do krijoj një model ku dy të mëdhenjt fitojnë gjithmonë? Kjo është diçka që mbetet për t'u parë. E sigurisht, Omëlsina në fund, Lala, është i vetmi politikan i tranzicionit për cilin janë bërë romane. Tani nuk e kam thënë asnjëherë, po do ta them sot. Ktheu këtë që mos ta kuptojnë që skuqesh. Kjo është korçarka e parë që unë kam njohur në jetë. Ishte studente në akademi, ishte pak më lartë se unë, po unë duke qenë më i gjatë shikoja ato që ishin më lartë se unë. Edhe më rini sytë e Zamira, po asnjëherë nuk u ofruam derisa na afroi Partia Socialiste. Janë prindër, janë të rinj, janë treja, janë gjyshër, pavarësisht se kanë bidet e tyre, pavarësisht se shumë nga ata mua s'më shohin dot me sy dhe kanë drejt, me thënë drejtën. Edhe unë me thënë drejtën, mezi e kam pritur të ditë, sepse besoj që ne kemi kaq dinjitet të gjithë, që mos bëhemi kaq qesharak, dhe për më tepër dhe unë, se do vinte dita, do bëja rolin e Romeos në këtë mosh, dhe do e bëja për takuar Lulin, këtë, sigur të ma thoshin, do thosha, kjo nuk ndodh kur. Saliu vërtet i jepte një diplom juridiku të gjithëve. Se Saliu që kur e filloi te plepat. I futi te plepat 6 muaj, ju dhanë ca leksionet shpejta, kuptohet me 2 gishta gjithë kohës, kodi penal, drejt administrative, bum, kushtetuta, bum, edhe erdhen në përgjykata. Qa është kjo? Kamza. Se thash se po thrisnin basha, thash. Shqipëri, lere Edi Ramën. Shqipëri. Jepi. Jepi mërti. Shpërshef mu. Shqipëri. Jepi.
historia nuk përsëritet dy herë njësoj. Nëse në 2008 Kjo është e vërtet. U përjetua si tragjedi, tani të gjithë e përjetojnë si komedi. Doktori është pika ime e dobët dhe pika ime e fortë. Më pëlqen shumë, se gara është e bukur. Vërtet? Gara është demokraci. Dhe demokracia sjell surpriza. E zëm për një moment që Rama nuk e kap do 71-shin, sa ja të tha sot, ne do mundojmë të kapim 71-shin, do fillojmë pra 71-shin. Si ishte kjo? Ishte shaka.